Partia Demokratike e VOD-s dhe gjithë strukturat e saj janë mobilizuara për siguruar fitoren me 11 maj. Kandidat për deputeti PD në listën e hapur Gjendja Ndoj, së bashku me drejtuesin politik të qarkut Shkodër Luciano Boçi dhe drejtues të Degës, zhvilluan takime me strukturat e PD-s VOD-s. Bernard Ndreca, kryetari i Degës së PD VOD-s, theksoi se me 11 maj do të jemi fitues. Zona jon ka dërgu vlerën e saj gjithmonë dhe do t'i dërgojë edhe kësaj herë me fitoren që do t'i jap me datën 11. Kandidati Gjendja Ndoj u shprehën në linjë drejta që të kërkojnë votin për Partinë Demokratike pasi PS ka varfëruar, shkatëruar dhe detyruar të largohen. Në linjë drejta që ta kërkojmë çdo vot kudo si tjetë për Partinë Demokratike. Dhe në vendin më të lartë qarku Shkodër ne do ta kërkojmë votin për Partinë Demokratike, sepse janë në drejtën e Zotit, janë në drejtën tonë për Partinë Demokratike. Se kanë 12 vite që na kanë vjedhur, na kanë shkatruar familjen, na kanë shkatruar, na kanë ikë njerëzit për shkak të tyre. Partia Socialiste nuk ka që thotë qarkun e Shkodrës as bashkinë e Vallëndesit, se kanë 12 vite që nuk kanë bërë asnjë lloj investimi. Dhe kanë ardhur këtu kandidat Partia Socialiste që janë nga zona jonë, si Sovjet Turk, kanë ardhur për lejën e timit që do mirohen në Tiranë, Tiranë, se shihet të nëson ka Vallëndesi. Keni të sigurt pistemi që do ta mbrojmë çdo vot. Do ta denoncojmë çdo vot. Të bashkohet e Partia Demokratike, punojmë Partia Demokratike, punojmë për nishin që të fitojmë me 11 maj. Mbështetja për PD-n dhe kandidatët e saj me 11 maj në zonën e VOD-s do të jetë masive, u theksuan në takim.